ky është ndër bizneset më fitimpërus në Verona, por i cili është një mashtrim i bashkisë. Mbrapa është balkoni i Julietës, e historisë së famshme të Romeo dhe Julietës, i cili nuk është i vërtetë, sepse Julieta nuk ka jetuar në këtë shtëpi, dhe madje kjo shtëpi është blerë shumë vonë nga Bashkia e Veronës, familjes Capelli, jo familjes Capuleti, e cila është në historinë e Shakespeare, dhe vite më vonë në shekullin e 20 ka ndërtuar edhe balkonin. 1.6 milion vizitor që vinë, një pjesë e madhe paguajnë dhe gjithë industria e qytetit e dashurisë Verona është e bazuar mbi një gënjeshtër të madhe, siç është balkoni apo edhe varri i Julietës. Këtu siç e shikoni ka me qindra dhe me mijëra njerëz, të cilët kanë ardhur dhe po shpenzojnë në suvenir, element për të hyrë për të parë shtëpinë e Julietës, apo edhe për të vendosur një dry apo një shënim tek elementi dashurisë, por gjitha e bazuar me një model biznesi i cili funksionon ditë për ditë. Dhe Shakespeare nuk është se kishte krejt origjinale, u frymzuar nga Luigi da Porto, i cili shkroi me konfliktin e familjes Capuleti me Monteschi, dhe më pas Arthur Blake kishte poezinë mbi historinë e Julietës dhe Romeos. Dhe mbi këtë historia i ndërtoi edhe fictionin e tij, e cila përjetohet si gjë e gjallë sot në Verona. Megjithatë, miliona euro që gjeneron kjo histori kanë shkuar në këtë biznes, i cili le të themi pak është një fiction apo një mashtrim i Bashkisë së Veronës.